Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na e bëri të mundshme përsëri takohemi në këtë mezhlis të ditorisë. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na e bën të mundshme padyshim me lejen e tij që temi nga ata që marrin pjesë në mësimet e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, fjalë të cilat janë më të drejta, më të mira, më të dobishme, edhe më frutëdhënëse. Pa që du me përmend para se t'ja filloj ligjëratës, është se çdo hajër i ka sprovat e veta dhe i ka pengesat gjatë udhëtimit në hajër, dhe her pas heri do të thotë shejtani dhe vjen dhe njeriu t'i bën vezvese dhe çytje të ndryshme, vetëm me një qëllim të caktuar që besimtarin ta largon nga vepra e mirë që është duke e bërë. Nga format e obstruksioneve të shejtanit është që edhe njerëzit t'i largon nga mezhliset e ditorisë, nga tubimet ku mësohet ditoria, pa marrë parasysh arsyeve dhe rrethonave që pengojnë dhe thot besimtarin me prezantunin në ligjërat. Nuk është e thonë që gjithë duhet me ndërprerë ligjëratën. Qofshin ato edhe një apo dy veta, ligjërata duhet vazhdojnë. Me rëndësi është principi, me rëndësi është rregulli që besimtari do të thotë t'i përmbahet punëve të mira që i ka filluar. Dhe besoni që për besimtarin nuk është e hishme që ligjëratën ta ndërlidh me numra. Ka shumë veta, shumë xhamat e mban ligjëratën, ka pak se mban ligjëratën. S'ka njerëz, një nëse prezanton, thotë nëse ka kush jep e kush ndëgjon, thotë ajo ligjërat është e hajrit dhe e mirë, ku Allahu Azza wa Jalla me lejen e tij do të lëshon bereqet. Kështu që pa marrë parasysh se sa jeni, a pak a shumë, me rëndësi është që ti përmbaheni rregullave dhe principeve të rrugës së hajrit që i keni filluar së bashku me ne, dhe do të vazhdoni në këto punë të mira që jeni duke i bën. Këtë kisha vetëm si inkurajim sparer për mu, pastaj edhe për juve, për kujtim njëkohësisht, që do të thotë ligjëratat të mos i ndërlidhin me njerëz. Shejtani ka do të thotë hile të ndryshme, i pengon njerëzit nga ligjërata. Ka herë të bën vezvese, ka herë çtin me të bind se këtë ligjërat e kënë dëgju më herët, e din më herët, është një ligjërat që përsëritet s'ke nevojë me ndëgju, por mos harroni se një ligjërat 100 herë mu përsërit në të njëjtin vend, nga të njëjtit njerëz, 100 herë çat mezhdes çat të bëjmë do ta rrethojnë me laçet. Së paku me laçet do të bëjnë dua për ata njerëz ku dhe lutim Allahun që edhe për neve sonte në këtë mezhlis, në këtë takim të bëjnë dua me laçet. Sot me lenin Allahut Azza wa Jall do të mundohemi që t'i nxjerrim disa dobi që nënkuptohen dhe dalin nga Suratul Inshirah apo Suratul Al-Sharh. Është sure e zbritur në Mekke dhe vetë emri i surës është sureja e rrugdaljes, sureja e zgjerimit, sureja e çlirimit, e rahatis pas vështirësisë. Dhe kjo sure vjen më njerë mas suret o Duha, dhe shumë dietar, shumë komentator Kur'anit kanë thonë se është vazhdimsi e suret o Duha. Sepse edhe suret o Duha, edhe suret o Inshirah, thotë kanë për qëllim qetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si pasojë akuzave të ndryshme që i vinin nga mushrikët e Mekës, me një qëllim për ta bezdis dhe për ta mërzit pejgamberin sa nga rruga e davetit. Ky ishte qëllimi, shiqoni ndërlidhen çështjet. Mushrikët e Mekës thotë bënin obstruksione të ndryshme për ta pengu pejgamberin sa në davet. Me sjerave ishin edhe fjalë, llafet. E përmendëm në shkakun e zbritjes së suret Duha, ishte një grua e lig e cila e akuzoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ju ka ndërprej shejtani dhe nuk i vjen. Kishte për qëllim ajo iblisin. Kurse shkaku i zbritjes së Suratul Inshirah
është domethënë ngjeshme me këtë, edhe do të thotë vazhdimsi e qetësimit të Allahut ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu azza wa jall dërgon Xhibrilin alayhis salam me ajete të tëra, me sure të tëra për ta qetësuar dhe rahatu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nga mësimet më të rëndësishme nga gjithë kjo është se her pas heri njeriu i cili është nga mishi dhe gjaku, thotë ndikohet nga fjalët e huaja. Me rëndësi është që të mos i nënshtrohet atyve. Ndikohet nga gjestet e huaja që janë davet. Zvjen njëri ders, zvjen dy veta ders, spaguin antarësi, të këto probleme bashkore që na duhet të përmendim në atë gjuhën bashkore tonë që i përjetojmë si probleme, si të lasha. Mungojnë ligjërata, do të thotë, nuk vinë ligjërata, do të thotë nuk paguhet antarësia, mungon në paseri hoxha, vanohet hoxha, vanohet xhamati, llojeve do të thotë fjalë të ndryshme, hajt bese i dim këto derisa, hajt bese a vetë që mbetet me tregu din llojeve llafësh. Dhe Allahu subhanahu për mos me ndal pejgamberit të them rrugën e davetit. I zbret shpallje. I zbret shpallje për ta qetësuar pejgamberin të them dhe për ta ndihmuar në vazhdimin e rrugës së davetit. Në vazhdimin e rrugës së davetit. Dhe në surën Ad-Duha i përmendëm disa të mira që Allah ja përmend pejgamberit të them me qëllim për ta rahatuar. Në surën Al-Inshirah kemi një çështje tjetër. Një çështje që është më shumë shpirtërore imanore, për dallim prej çështjes së është në surën Ad-Duha që është më shumë materiale. Ku thot Allahu xhalla alam yajid ka yatiman fa'awa, ishte jetim dhe Allah të siguroj kujdestar, wa wajadaka dallan fahada, të gjeti të humbur dhe të udhëzoj, ta tregoj rrugën e jetës, rrugën e dunjos, rrugën e ahiretit dhe kështu me radhë, të gjeti të pasur, të varfër e të pasuraj. Dhe ja tregon pejgamberi me jetime fela takhar dhe ja disa këshilla që janë më shumë materiale. Në surën Al-Inshirah akuza është materiale. Këto akuza në surën Ad-Duha është shpirtërore. Ajo gruaja lik i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka u bë? Atë lamas dorë ma shpina e shejtaniut. Se ju pat ndërprej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në periudhë kohore vahji. Në surën Al-Inshirah me kasit i thanë që ju muslimat, si ju banat musliman betet fukara. Ju banat klasa e ditë, e tretë, e fundit e shoqërisë. Akuza është materiale në surën Al-Inshirah. Shkaku i zbritjes është kjo. Ka akuzë materiale, ju muslimanët jeni të prapambetur, jeni fukarat, jeni të lanë të mazdore, dhe kështu me radhë. Akuzat gjitha në materiale. Për dallim prej surën Ad-Duha të shkaku ishte akuza shpirtërore. Përgjigja aty vjen materiale, këtu vjen përgjigja shpirtërore. Allahu subhanahu si shkak të këtyre fjalëve të mushrikëve të Mekës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia zbret surën Inshirah dhe i thot alam nashrah laka sadrak. Thot na ty o Muhammed, a nuk ta çelëm zemrën? A nuk ta hapëm gjoksin? A nuk të rahatum nga të mirat dhe të këqijat e kësaj dunjoje? Dhe hapja dhe çelja e gjoksit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është edhe shpirtërore dhe material. Është edhe abstrakt dhe konkret. Hapja konkrete e shpirtit apo zemrës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i vogël. Dhe sahabiu i cili e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Hudhaifa radhiyallahu anhu, i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili kishte zanat ta pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pyetje të cilat sahabët e nuk e pyetin ashtu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Në një rast Hudhaifa radhiyallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na trego për fillimin e pejgamberllokut. Si filloi, si nisi kjo punë? Edhe pejgamberi ja tregon rastin në Dodin, thot isha i vogël, duke lozur me shokët e mi, erdhën dy njerëz të mirë me bukuri që asnjëherë s'kisha pa ashtu, njerëz me rroba të bardha dhe kështu me radhë deri në fund të hadithit, e thot njëri pyeti a është ky ai? E i tha ai tjetër, po tha ky është Muhamedi, thot ma hapën gjoksin, pa më piku asnjë pik gjak, ma morën zemrën, ma lajtën me një sahan të arit, me ujë zemzemit, dhe nga zemra ime i tha me laça tjetër, tha largoje xhelozin dhe zilin.
ma hajkën xhelozin dhe zërin prej zemrës, edhe përsëri ma vëndun zemrën në vend, ma mbyllën gjoksin dhe kështu me radhë. Kjo është domethënë hapja e gjoksit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në formë konkrete. Kurse në aspektin shpirtëror, është hapja e gjoksit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për pranimin e hakit dhe të mirës, për pranimin e islamit, imanit, udhëzimit, hidajetit. Dhe Allah azza xal në rast kur ata ofenduan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe akuzuan me fukarallëk dhe si qytetar të rangut të dytë, sikurse sot ndodh, që muslimani është me një situatë me rrethona që ai duke qenë në hak, duke qenë në të drejtë, në të mirë, të ndihet sikur me qenë një njeri me behane. Shkon muslimani në aeroport, duhet të ketë kujdes çka do të bën se gjithë e këshirin. Po shkon edhe të paraqitet në sportelin e policisë, në përkufin zakonisht, duhet të nënshtrohet kontrolleve plus. Vetëm pse është musliman, vetëm pse ka pamje tjetër. Shikoni çfarë paragjykimi. Dhe Allah azza wa jall, gjithë muslimanët, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast i qetëson dhe i thotë, pa nuk ka çela juve zemrën për me pranu Islamin dhe imanin? Çka vlen i veshin këtyre akuzave të thjeshta? Kjo është pointa këto. Kjo është qëllimi i gjithë surës. Për me apo me dije muslimanëve, se unë ty të kam dhënë të mirë që ka emrin Islam iman. Çka po ja vendon veshin të thotë akuzave që janë për dunjë materiale, do të thotë sekondare dhe kështu me radhë. Mos ja vlen veshin atë akuzave. Ti Allah azza xal të ka graduar me Islam, me iman. Të cilin Islam dhe iman se ka ai i cili është i pastër. Ai i cili ndoshta është më i mençur se ti, ai i cili është më i vyshëm se ti dhe kështu me radhë. Se ka Islami me iman, si bën dobi asgjë nga këta. Kështu që ti çdo je më i privilegjuar se ai, kjo është pointa. Ti i cili je musliman, je më i privilegjuar se ai. A dim pse? A dim pse? Pse Allahu ta ka dashur mirë. Thot Allahu azza wa jall, "Faman yuridillahu an yahdiyahu lil-islam, an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Thot Allahu azza wa jall, dhe këndon Allahu që ta udhëzon, ja çel gjoksin zemrën për me pranu Islamin. Ja çel zemrën, e ban do thot të gatshëm. E ban hazër që ai njeri ta pranoj Islamin. Dhe kemi rastin e Abu Talibit dhe shumë raste tjera në histori, njerëz të mirë, të vyshëm, ama Allah azza xal nuk ka bërë të mundshme që ta pranojnë Islamin. Kanë vdek si jo musliman. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim, "Wa wada'na anka wizrak." Wa wada'na anka wizrak. Dhe na thot prej teje e tërhoqëm barën. E tërhoqëm barën. Ti hekëm vështirësit. Shumë të lashe ti letësum. Shumë probleme ti paksum. Edhe kështu edhe gjithë muslimanve. Kështu thot për gjithë muslimant. Kjo ishte edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe për gjithë musliman tjerë që vinë si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anqadha dhahrak. Thot Allahu azza wa jall, e cila të randonte te për kurizin, probleme të lashe, të cilët ti të randoni dhe të ngarkonin me të madhe. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam her pasir u emocionojke dhe u ofendojke me sjelljet e këqija të liga të mushrikëve të Mekës. Dhe Allahu azza wa jall thot, na ty çka? Ta çelëm zemrën e pranove Islamin, u bone musliman, i mandi. E nga ana tjetër, ti largum shumë të lashë, shumë probleme që i pate. Me sjerave edhe të rahatum, të lenum, nga gjitha problemet dhe vështërsit peripetit që i pate dhe i ki, në rrugën e Davetit dhe në rrugën e dunjos. Për këtë çak shumë komentatorë të Kur'anit kanë thonë, Suratul Inshirah është vazhdimsi e Suratul Duha. Sepse gjitha këto, të dy surët kanë një qëllim, një point. Rahatimin, qetësimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga fjalët e ndyta të liga të mushrikëve.
Dhe kështu edhe për gjithë musliman të vllazni. Sepse fjalët e ligat e të ndyta kur s'janë ndalë, as nuk do të ndalen. As i musliman nuk është as i pari as i fundit, i cili është ofenduar shkaku i Islamit dhe imanit të tij. Dhe gjatë historisë musliman janë ballafaquar me të lashët dhe problemet të tilla. Dhe nuk janë dorëzuar, nuk janë përkull asnjëherë. Sepse Allahu Azza ta ka çel gjoksin zemrën për Islam, për iman. Shumë të lashë, shumë probleme t'i largon. Shkaku si pasojë i imanit dhe besimit që e ka. Shiqoni do të thotë ju vetë jetoni në Evropë. Dhe shiqoni një musliman si përballon sfidat, problemet të lashët, qofshin ato probleme ekonomike, qofshin ato probleme sociale, familjare, si dushë mërtoj, shpirtënore, materiale. Shiqoj një musliman si ballafaqon gjitha këto, dhe shiqoj një jo musliman si nënshtrohet ndaj këtyre. Ai që ban muslimanin më të fortë, më të vazhdueshëm druk është shoku se Allahu Azza e ka mundsuar që të ketë në zemrën e tij nur të imanit, dritë të imanit. Dhe Allahu Azza një pjesë të barës shkaku i këtij imanit e ka lehtësuar, por edhe çka ja ka largu shumë vështirësi dhe të lasha. Wa rafa'na laka dhikrak. Thot Allahu Azza dhe na ty ta kemi naltësu, ta kemi ngrit përmendjen. Rafa'na, ta kemi ngrit. Thot përmendjen tënde e kemi bë të madhe, të lartë. Shumë komente ka kjo. Njëra nga komentet e Allahu Azza përmendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kalon ligj në tokë, por e kalon ligj edhe në qiell. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Thot Allahu Azza me të vërtet. Allahu me laqet përmendin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shënë edhe në qiell përmendet emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O ju që keni besuar. Këtu Allahu Azza ju drejtohet atyve që ja ka çel zemrën me iman. Kjo nuk është për të gjithë, përjashton ata të tjerit. Thot ato, o ju të cilëve u kam çel zemrën, u kam lehtësuar shumë probleme, edhe u kam heq shumë bara. Përmend në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sepse na e kemi lartësuar dhe ngrit përmendjen e tij. Nga komentet që përmendet është kështu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo për çdo send përmendet, dhe jo çdo kund përmendet. Dhe jo çdo kund përmendet emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak thot Mujahidi rahmetullahi alayhi, si komentatori i njohur i Kuranit, thot la azkuru illa dhukirta ma'i. Thot poenta qëllimi i këtij ajeti kuranor është se Allahu Azza wa thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot la uzkar, nuk përmendet emri jam përpose duke u përmend emri atë. Kjo është poenta e këtij ajeti kuranor. Me njën Allahu Azza wa thot qëllimi i këtij dietarit thotë se Allahu Azza i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aq shumë të du dhe të kam ngrit, sa që e kam lënë ligj që kur përmendet emri im, të përmendet edhe emri jot. Se a ka mundësi me kon dikush musliman pa thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me thonë dikush ashhadu an la ilaha illa Allah. Sot këtë tjetër e se tham, ja, nuk ka musliman. Hani. Apo dikush thot wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Vetëm me thonë besede dëshmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij. Përsëris është musliman. Pa qenë bashk besimin në Allah dhe në pejgamberin e tij, nuk ka islam, nuk ka musliman. Thot Mujahidi, qëllimi i këtij ajeti kuranor, wa rafa'na laka dhikrak, ose Allahu e kalon ligj të tij që emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përmendet së bashku me emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Katade rahmetullahi alayhi, thot është për qëllim këtë ajet kuranor se Allahu Azza wa Jall e ka lartësuar emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dunjë dhe në ahiret. Në dunjë e ka lartësuar që e kalon ligj që kur thirret e zonit të thirret së bashku me
duke u përmend emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hutbja kur të mbahet patjetër mu përmend emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po namazi kur të faret në teshahud patjetër mu përmend emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E këtu, po edhe thot edhe në kiamet. Edhe në dunjë. Ku Allah azza xal edhe njerëzit që janë në varr ka më pyet men rabbuk, men nebijuk. Para më edhe njëtën e berzahut. E ka ngrit Allah azza xal emrin përmendjen e emrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Katadea rahmetullahi alayhi, thot edhe në ditën e gjykimit, në mahshar, ku gjithë pejgamberët kanë me thonë nefsi, vetmi emër që ka me qenë referencë për njerëzimin prej kohën e Ademit alayhis salam deri në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri në njeriu e fundit, referenca e gjithëve do të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shoni çfarë lartësimi i emrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E çfarë bëjmë me kopratët që ngurojnë dhe pritojnë me thonë sallallahu alaihi wasallam kur përmendet emri Muhammed? Kur Allah zë gjitha këto vlera e ka dhonë këti emri të madh, këti burit të madh, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kjo është qëllimi dhe tëtë i emrit, i lartësimit të emrit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, Hasan ibn Thabit radiallahu anhu, që është poet sahabi i njohur, e ka shkruar një poezi, do të thotë është nga poezit më të veçanta që e ka shkruar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hasan ibn Thabit është poet që ka qenë poet edhe në xahiliet, pa edhe në Islam, pastaj më vonë ka pranuar Islamin. Dhe do të thotë në poezitë e tij e përmend shpeshher Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një formë, do të thotë me citate jashtëzakonisht të bukura e të mira. Thot: "Alam tara anna Allah arsala 'abdahu bi burhanihi." Thot: a nuk e kupton se Allahu e bëri pejgamber robin e tij me shpalljen e tij. Thot: ky rob Muhamedi su bo pejgamber bash ashtu, po jera shpallja prej Zotit. Thot: me një ceremoni jashtëzakonisht të madhe dhe të veçantë është bo ky rob, është bo pejgamber. Do thot ka dal prej një robit të thjeshtë dhe është bo një rob i veçantë i Allahut me epitetin pejgamber. Që ta ban me dhe prej fillimit se kemi të bëjmë me një njeri të veçantë. Dhe thot: "Wallahu a'la wa amjad agharra alayhi lin-nubuwah." Thot Allahu është më i lartë dhe më i lavdueshmi. Por gjithat e din se këtë burr e ngritin me pejgamberlëk. Khatam min Allahi mashhudun yeluhu wa yashhadu. Thot e bëri vull të pejgamberve që është dëshmi dhe dëshmitar që valon deri në ditën e gjykimit, vazhdon dihet. Dhe thot: "Wa damma al-ilahu isma an-nabiy ma ismihi." Thot dhe krijuesi i adhuruari emrin e vet, emrit të vet ja bashkangjiti emrin e pejgamberit të tij. "Id qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu." Thot nga se edhe muezini kur thirë ezan për 5 kohët e namazit, thot: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah." Thot shira, për këtë ibadet të madh, që është shpëtim nga xhenemi dhe udhëzim për xhenet, thot e ka bashkangjit emrin e pejgamberit për me tregu madhështinë e këtij burit të madh. "Wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu." Thot edhe nga emri i vet, çka nxori emrin e këtij pejgamberi. "Fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadun." Thot pronari e arshit e ka emrin Mahmud, e thot ky që është në tokë e ka emrin Muhammed. Dhe ka përngjasu, dhe thot një emër të Allahut me emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e gjithë ka ta ban me dije se Allahu zërë me të vërtet e ka ngrit shumë lartë emrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim: "Fa inna ma'al usri yusra." Thot me të vërtet mas vështirësisë vjen lehtësimi.
inne ma'al usri yusra. Me të vërtet, mas vështirësisë vjen lehtësimi. Thot Ibn Taymija rahmetullah alayh. Thot në Kur'an përsëritja ajeteve pa pojnë të caktuar, thot është e papranueshme. Nuk mund të thot në Kur'an mu përmend dy ajete të ngjashme me një vend, të njëjta me një vend, thot pa pas ndonjë kuptim të caktuar. Dhe thot el-usr është marife, ka ardhën me el, yusri ka ardhë pa el, që ta ban me dije se thot në të dy ajetet vështërsia është një, a lehtësimet janë të ndryshme. Thot këtu thot Allah azza xal ka përmend një vështirësi, një telashe e dy lehtësime. Ka përmend një telashe edhe me dy lehtësime. Do thot muslimani këtu ka myshde të madhe ka për çdo musliman, se pas çdo një vështirësie kanë me tar dy lehtësime. Në pyetje është vetëm koha, në pyetje është sabriat. Për këtë shkak, Haseni radiallahu anhu transmeton se një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dul para shokëve të vet, wa huwa masrurun farihan wa huwa yadhhak thot. Dul para shokëve të vet, i gëzum në qef edhe duke kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, dhe thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lan yaghliba usrun yusraini, lan yaghliba usrun yusraini, fa inna al-usra yusra, inna ma'al usri yusra. Thot, po ju jap miqde, se nuk ka mundësi një vështirësi t'i ngadhnjen dy lehtësime. Thot është e pamundur një gjë e tillë, sepse thot këtu është një vështirësi e Allahu premtoi dy lehtësime. Dhe muslimani këtu ka miqde të madhe dhe kupton se pas çdo telasheje vin nga dy lehtësime. Por është më rëndësishme që ta kuptojë muslimani se nazalat al-ma'unatu min as-sama'i ala qadri al-ma'unati wa nazala as-sabru ala qadri al-musibati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot ndihma prej Allahut vjen sipas telashës. E thot sabri vjen sipas musibetit. Sabri vjen sipas musibetit. Thot se Allah azza xal robëve të vetë u aletson aq sa kanë nevojë. Bile u aletson edhe njerë më tepër. Por la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Por Allahu robët e vet nuk i ngarkon përposa asaj që kanë mundësi me përballu. Përposa asaj që kanë mundësi ta përballon. Dhe dije se Allahu azza xal çdo besimtarit para se t'ia çon telashën, ja çon njerëz provën. Për këtë çka këtu thot Allahu azza xal, nazalat al-ma'unatu ala qadri al-ma'unati. Thot vjen ndihma sipas telashës. Për këtë çka shumë dietar kanë thonë se Allahu azza xal para se ta sprovon një rob të vetin, s'parer ja çon sabrin. E pastaj e sprovon me telashe. Dhe muslimani kur ta kupton një gjë të tillë, e sheh se si pasojë imanit dhe besimit dhe pasimit të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka të garantuar nga ana Allahut azza wa xal për çdo sprov dy lehtësime. Vetëm pyetja është se na a jemi të bindur në gjithë këto. Thot Allahu subhanahu wa taala, fa idha faragta fansab. Thot kur ti kryesh obligimet e dunjos, përqëndrohu dhe përkushtoju namazit, përkushtoju adhurimit. Do kanë thonë disa dietar, kur ta kryesh farzin, namazet obligative, koncentrohu në nafile. Por jo, themi, kuptimi i ajetit është më i gjonë se kjo. Është për qëllim, kur ti kryesh nevojat dhe obligimet e tuja, atëherë përqëndroju, përkushtoju ibadetet dhe adhurimit. Kjo ajet kuranor na e bën me dje dhe një send. Shumë njerëz që shpeshherë mundohen me u arsyetu, me thonë se namazi
na pengon nga nga punët e dunjos, nga obligimet e përditshme. Jo, themi se Allahu Azza wa Jall çdo kujt ja kalon vendin e vet dhe kohën e vet. Dhe nuk ka përleqje dhe nuk vin ndesh puna dhe adhurimi. Sa që Allah Azza wa Jall thot, kur ti krysh punë, përqendroj namazit dhe ibadetit. Kur ti krysh punë dhe vjen koha e pauzës dhe namazit, vjen koha e ezanit, hin koha e drekës, ndërpreje. Shtash, jep ju namazit. Fale, apet punës jep ju. Apet përkushtoj punës dhe adhurimit. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ajeti wa ila rabbika farghab është do me thonë një botë krejtësisht e pa qartë për njerëzit që Allah s'kan hi në kënaqësinë e imanit dhe islamit. Këtu thot Allah zërë, wa ila rabbika farghab. Ar-raghba është do me thonë dashuria, përkushtimi, drejtimi. Thot, kur ti losh punë të dunjos, i përkushtohesh namazit, wa ila rabbika farghab. Me të vërtet, me gjithë zemrën përkushtoj Allahu Azza wa Jall. Zeni si ju ki drejtu me Allahu subhanahu wa taala, punën bane vetëm për Allah. Për këtë shak, shumë dietarë kanë komentuar, kanë thënë se për qëllimi wa ila rabbika farghab është që punën e ibadetin bane për hir të Allahut me sinqeritet. Ka thënë qëllimi i këtij ajetit është që besimtari veprën ta bën me sinqeritet. Por i themi vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe tani më e ki lidh Allahu subhanahu wa taala. Koncentrohu në namaz. Lene mendën largojmë prej dunjos. Nete sa nete në punë, punove sa punove. Kur e kryte punën, ja fillove ibadetit, shtashmë përkushtoj ibadetit. Muse moj momentin të punët, të dunjoja, të ajt, të kitë, të filone, të alone. Shtashmë, kur ju drejtu ibadetit dhe adhurimit, përkushtoj ibadetit dhe adhurimit dhe drejtoju vetëm Allahut subhanahu wa taala. Këto ishin disa dobi që nxiren nga Suratul Inshirah, ku lut Allahun subhanahu wa taala që na e çel zemrën me iman e me islam, të na ndriçon rrugën e xhenetit, të na lehtëson rrugën e xhenetit dhe të na ruaj dhe mbrojë nga sprovat dhe të lashet që i ka kjo dunjë. Alhamdulillahi rabbil alamin.